Shikues e lexues të nderuar, mirë se erdhët në Përballje Podcast. Unë jam Muhamet Hajrullahu. Mirë se po takohemi pra në serinë e dytë të Përballje Podcast, ku do të flasim në kohën e zgjedhjeve për tema si dezinformimi, keqinformimi, rëndësia organizatave mediale, por edhe organizatave institucionale. Ndërsa Kosova po ofrohet zgjedhjeve, është shumë e rëndësishme që të kemi informata në kohë reale që kanë të bëjnë me vërtetësinë, me atë se sa ka lajme të rrema në vend, por edhe gjithashtu rëndësia që duhet ta kenë mediat për informim gjatë fushatës zgjedhore, por edhe para fushatës. Andaj ne po nisim një seri të dytë sa i përket Përballje Podcast me këto tema, dhe në fillim dua ta potencoj që Përballje Podcast po realizohet me mbështetjen e Institutit Kombëtar Demokratik NDI Zyra në Kosovë dhe Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar USAID Zyra në Kosovë. Sot do të flasim për një temë mjaft të rëndësishme. Në fakt, do të flasim për atë se dje është miratuar rregulloria e re e Komisionit të Pavarur të Mediave, që rregullore parasheh obligime dhe përgjegjësi për mediat gjatë fushatës zgjedhore. Cilat janë këto risi, çfarë pritet të ndodh, cilat janë shqetësimet apo kanë qenë shqetësimet e mediave dhe organizatave mediale. Unë kam nderin të diskutoj me dy përfaqësues nga këto organizata. Kemi Jeton Mehmetin, kryetari KPM-s. Mirë se erdhët zoti Mehmeti. Mirë se gjeta, faleminderit shumë. Dhe Ardita Zeinullahu, drejtore ekzekutive nga AMPEK. Mirë se po takojmë, Ardita. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Kam nderin që në serinë e parë të këtij podcasti po e nisim me një temë mjaft të rëndësishme, dhe po e nisim me zhvillimin e ri zoti Mehmeti, që ka të bëjë me atë se KPM-ja dje ka miratuar rregulloren që ka të bëjë me mediat, përgjegjësi dhe obligimet gjatë fushatës zgjedhore. A mundesh më na shpalosh fillimisht risit që ka ndodhur dje? Në fakt, kjo është rregullore e re, e cila ka filluar të hartohet, të diskutohet prej muajit shtator dhe përfundimisht dje është miratuar në Komisionin e Pavarur për Media. Kjo rregullore synon që të vejë një farë barazie në çastjen e partive politike në transmetuesit televiziv dhe në radio. Një lloj trajtimi të barabartë të subjekteve politike, pavarësisht peshës politike që kanë, sepse kështu e kërkon edhe ligji, dhe duke marrë parasysh edhe një obligim shtesë që na jep ligji neve si KPM, që na ka lënë në kompetencën tonë, e që është kufizimi i hapësirës reklamuese që mund të shitet secilit subjekt politik. Është dashur që të diskutojmë, të dialogojmë me industrinë, me ata të cilët prekan prej kësaj, në kuptimin që të gjejmë një formulë sa më të përshtatshme për të gjithë palët, duke respektuar në të njëjtën kohë dhe obligimet ligjore. Risitë të cilat i sjell kjo rregullore është që nga 24 orëshi i programit që kanë televizionet dhe radiot gjatë periudhës së fushatës zgjedhore, pra gjatë 30 ditëve, në këtë 24 orësh duhet ta ndajnë në dy pjesë, në 12 orë të cilat i kanë në dispozicion për të mbuluar aktivitetet e fushatës, dhe nga ato 12 orë që fillojnë nga ora 12 e mesditës deri në ora 24, aty mund mediat të pasqyrojnë aktivitetet që ndërlidhen me fushatën. Risia e dytë është që nga ky 12 orësh kërkohet që mediat të kenë një limit të asaj se sa mund të shiten direkt partive politike, dhe limiti është në 6 orë, në mënyrë që nga 12 orësh vetëm 6 orë të jenë në dispozicion për të shitur, përderisa pjesa tjetër duhet të mbulohen nga vetë mediat me debate, me intervista, me program tjetër që i përket fushatës zgjedhore, por që jo detyrimisht është kohë e paguar në të cilën partia politike propagandon programin e vet politik. Risia e tretë është se nga kjo orë në dispozicion, mediat kërkohen që t'u avënë në mënyrë të barabartë ofertën të gjitha subjekteve të certifikuara politike, dhe këtë ndarje pra t'u avënë në dispozicion atyre, por duke pas parasysh se jo të gjitha subjektet politike mund të jenë të interesuar për të blerë kohën në një medium të caktuar, atëherë kemi vënë një limit se sa mund të shitet një partije politike, dhe ky limit është 90 minuta në ditë apo 1 orë gjys. Maksimumi është që një medium mund t'u ashet si hapësirë reklamuese një subjekti politik,
që marrë në përgjithësi në 30 ditët e fushatës, nëse një medium një parti politike është interesuar të blej vetëm tek një medium i caktuar, i bie rreth 45 orë në dispozicion për një parti politike në një medium të caktuar. Me këtë, pra, kemi dashur që të parandalem çfarë do monopolit të një partie politike në hapësirën reklamuese në një televizion të caktuar, dhe e dyta është që tani duke pas këtë kufizim, po presim që partitë politike të shpërndajnë paranë të cilën e marrin nga KQZ-ja në disa televizione, disa media, në kuptimin që të blejnë hapësirë reklamuese në disa prej tyre dhe kësaj të bëhet një lloj shpërndarje e hapësirës reklamuese nëpër to. Faleminderit shumë për këtë fillim, informues qëllimisht e lash për me shpjegu për publikun ku do të kemi mundësi me zbërthy pak ma shumë disa pika shqetësuese, diskutabile që kanë qenë në proces, edhe shqetësimet që kanë ardhur kryesisht nga përfaqësuesit e mediave televizive dhe radiove, sepse kjo Komisioni i Pavarur për Media është përgjegjës për televizionet dhe radiot. Zonja Zeinullahu, si Ampek, si përfaqësuese Ampekut, e di që ka pas, kemi bashkëbisedu fillimisht, kanë qenë disa shqetësime në takimet tona të përbashkëta ku janë adresuar shumë çështje edhe sa i përket vonesave që mund të ndodhen, edhe kohës, edhe a është diçka në rregull. Pastaj ka pas takime, ka pas mundësi për komente, ka pas mundësi për adresime. Tash e kemi rregulloren e miratuar nga dje, pritet të publikohet zyrtarisht shumë shpejt. A mendoni se janë le të themi rrumbullaksu ato komente dhe adresime që janë propozu nga palët e interesit në këtë rast? Fillimisht, do me thonë Jetoni e tha që po i drejtohem Jetoni, sepse Jetoni është realisht kryetari. Komisionit, po realisht kemi bashkëpunu që një kohë gjatë, kështu që mundemi ndoshta edhe në këtë mënyrë të drejtohemi njëri tjetrit. Në nëntor është realisht koha kur mediat janë njoftu me rregulloren. Ndoshta KPM-ja ka filluar në shtator me draftu me grupu punuese, por momenti kur mediat kanë marrë draft rregulloren dhe kanë pas mundësi me pa, ka qenë diku mesi i nëntorit. Edhe për ne, po mendoj, e kemi diskutuar edhe në takime tjera, kemi menduar që o vonë, shumë vonë. E kemi diskutu këtë rregullore për herë të parë në një punëtori të cilën e ka organizuar vetë KPM-ja, dhe janë shtjerru gjitha ato problematika të cilat vetë përfaqësues të mediave, ata të cilët në çdo fushat zgjedhore janë kompetent për mi bë gjitha organizimet logjistike përmbajtësore nëpër mediat e tyre dhe i kanë ngritë shqetësimet e tyre rreth kësaj draft rregullore. Pastaj është organizuar edhe një dëgjim publik ku edhe aty janë shtjerru gjitha mundësitë dhe gjitha argumentet janë ballafaqu prej palëve të interesit, edhe Komisionit të Pavarur për Media dhe përfundimisht edhe javën e kaluar të gjithë ata palë të gjitha mediat ose palët e interesit të cilët kanë dorëzuar komente me shkrim në KPM, e kemi pas një mundësi që edhe një herë përfundimisht të diskutojmë me KPM-n për argumentet ose për ndryshimet ose propozimet të cilat ne i kemi dorëzuar. Për këtë e falenderoj jashtëzakonisht shumë Komisionin e Pavarur për Media, nga se edhe pse me vonesë, por mundësinë për mi prezantu të gjitha argumentet na e ka dhënë në mënyrë shumë të hapur, edhe shumë gjithëpërfshirëse. Pra palë bashkëpunuese realisht. Po, absolutisht po. Edhe ndoshta kjo periudha në të cilën Jetoni edhe disa kolegë të tij kanë qenë pjesë të Komisionit të Pavarur për Media, është ndër periudhat, mos të shprehem ashtu, më të ndritshme për kur ka funksionuar KPM-ja me vite me radhë, për një kohë të gjatë, për faktin se janë munduar në të gjitha mënyrat e mundshme të marrin mendimet e mediave, domethënë të licencuarve të cilët vetë këta i rregullojnë në mënyrë që ato të reflektojnë direkt në vendimarrjen e tyre. Nga ajo që ka prezantoi Jetoni, domethënë me ndryshimet e reja që ka ndodhur në ligj, ka qenë çështja më diskutabile, edhe që për herë të parë u vu në funksion këtu në Kosovë, blerja respektivisht shitja e sasisë së kohës të cilën mediat ja shesin partive politike apo të cilën
partitë politike e blejnë prej medjave. Ajo që ka ne edhe si Ampek edhe të gjitha mediat kanë qenë një zëri, është se mos caktohet orari prej kur duhet të shitet ajo kohë. Nga ajo që ka tha Jetoni, duket se orari pas ka mbetur. Domethënë na kemi i thënë që kufizojeni, po ju detyron me ligji me bën një farë lloj kufizimi të shitjes së kohës, atëherë kufizoni ashtu si e thonte ligji në sasinë e kohës së emitimit, jo në oraret e kufizimit. Për shkak se mendojmë se kjo është diskriminuese për audiencat e ndryshme, edhe kemi menduar që ajo duhet të lihet në diskrecionin e mediave për të vendosur kur dojnë me aloku atë kohën e shitjes airtime-it për parti politike. Ajo që ka prej prezentimit Jetonit po e shoh është që është marrë parasysh në një farë forme kjo se sa minuta në ditë duhet të shesin mediat e partitë politike, limiti ne kemi propozuar prej 96 minutash pas ka rënë 90 minuta, që diku është një farë optimale e garantuar. Realisht mu po mbrengos që ky lloj i orarit të kufizuar prej orës 12 me 24 që një farë forme pas ka mbet, për faktin se ligji nuk e kërkonte në atë formë. Ma tepër ka qenë insistimi i KPM-s, edhe rregullorja derisa ta shohim versionin final ka pas goxha probleme në nenet saktuara ka shkuar me stër rregullim për te ligji. Domethënë ligji i ka caktuar disa norma caktume, këta e kanë në mënyrë më restriktive e kanë rregulluar më tepër. Faleminderit shumë për këtë hyrje. Tash nashta mundemi po besoj pak me zbërthy edhe këto shqetësime të cilat i përmendi Ardita që kanë ardhur te mediat, e poshtë kolegët e IKD-s që kanë punuar në draftin me KPM-n. Disa prej temave është pikave specifike të rregullorja, është orare dhe kozgjatja e pikave reklamuese, dita e zgjedhjeve, çmimi i reklamimit me pagesë, emisionet dhe debatet politike, hulumtimet, sondazhet dhe ankesat, reklamimi me pagesë dhe pa pagesë. Pra janë disa çështje shumë të rëndësishme specifike që dorën zemër shpeshher mund me qenë edhe ka pak klavitura, për faktin që duhesh me respektu tashmë një rregullore e cila është në fuqi. Ne kemi edhe ligjin e zgjedhjeve i cili shpeshher kolegët tonë të mediave thonë që nuk ka ndonjë ndryshim i madh për faktin që ne edhe në kalumen i kemi respektu të gjitha ato obligimet sa i përket kronikave të lajmeve, po këtu ka diçka pak më specifike Jeton. Dhe të këto çështje, si duket, a mendon që do të arrin mediat me kap elementin për me mujt me respektu, sepse në fund ditës është apo respektohet pasaj rregullorja? Kur bën aktet e tilla në ligjore, do të kesh parasysh edhe nevojat, edhe kërkesat, por do të bazohet në evidencë, në të dhëna. Dhe problematika që ne kemi hasur këta 2-3 muajt e fundit është se nuk kemi mujt me pas dhënat se sakta nga zgjedhjet e kaluara, në atë se sa shitet reklam, ku shitet, në cilat televizion, çfarë kohe, dhe kësaj pra na është vështirësu puna që ta dim sakt sa është nevoja e industrisë për reklama politike. Se s'ka pas kush me ofru çat mundësi apo s'ka pas dhëna? Po tani nuk dua të flas për të kaluarën, por ndoshta edhe në të kaluarën, jo ndoshta, por ka qenë e obligueshme që një lloj ditari nga media të dorëzohet në KPM dhe ai ditar të përmban informata të sakta. Ne me këtë rregullore atë ditar e kemi qitë në një nen specifik duke ja dhënë rëndësinë që ka, që ne kupton se bashkë me rregulloren, media do t'i marrin edhe 2 ditar, 2 formular shumë të thjesht, njëri ku evidentohet koha me pagesë dhe tjetra koha pa pagesë, ku i është dhënë, sa minuta, sa sekonda i është dhënë, dhe këta ditar pastaj dorëzon KPM-s dhe KPM-ja i bën publike për. Dhe kjo dorëzohet brenda javës, për çdo javë? Po, kjo dorëzohet në fund të javës, ashtu siç e thot ligji. Disa prej këtyre i thot edhe ligji për zgjedhjet e 2023-s, dhe kësaj ne po mundohemi që disa obligime, vështirësi, po e them kushtimisht që i thot ligji, t'i bëjmë pak më të lehta në praktikë. A janë pak më të lehta apo pak aperonojnë më shumë tash procese? Që kjo është ka qenë njëna prej diskutimeve. Di Jeton në bashkëbisedim të mbyllur me te forumi për integritet të informacionit, kishte kritika konstruktive në aspektin ndaj KPM-s dhe institucionet që jemi me vonesë dhe po në fund e kemi rregulloren. Domethënë e reja në këtë proces është që sot
na kemi rregullore të re të zgjedhjeve të miratuar në KPM, edhe që i bjen një muaj më herët para se me fillu gati fushata zgjedhore realisht. Edhe mediat kanë mundësi me kuptu esencën ose aty ku se kuptojnë nashta me marrë ndihmën e KPM-s dhe organeve tjera realisht. A jemi vonë me rregullore, mbas edhe jemi. Mund ta pranoj që ndoshta është dash na qysh fillim të vitit të fillojnë diskutimet për këto, por duke pas parasysh sa është e rëndësishme kjo, kemi punuar për një më intensivisht në këta muajt e fundit që të dialogojmë, të diskutojmë, të hapim, që të marrim komente në mënyrë që ajo që mbetet përfundimisht të jetë e zbatueshme. Dhe lejoni ta përmend edhe një fakt që me ligjin e për zgjedhjet, tani mediat obligon të japin edhe hapësirë pa pagesë subjekteve politike. Ka qenë donë zama, realisht mediat e kanë edhe shkruan atë e sponsorizu pa pagesë. Shkruan. Po. Tani ne vetëm po dëshirojmë ta potencojmë një fakt që ato media të cilat nuk marrin reklama me pagesë, nuk e kanë obligim të japin hapësirë pa pagesë. Këto po do me thonë që media tjetë e lirë. Nëse ka media që nuk don fare me u marrë me fushatën zgjedhore, nuk ja ka obligim ose borxh partisë me i dhënë hapësirë pa pagesë. As me pagesë, as pa pagesë, nëse s'don me marrë me pagesë. E qartë. Po, ama një jetën ko ligje po thot, nëse kujtohet gjatë zgjedhjeve me marrë reklama me pagesë, atëherë ja ki obligim tonave. E ka caktu këtu hapësirën sa që tonë nëse mund pak teknike? Po, kjo i bie që ai medium i cili shet reklama, po e them kështu shumë ma thjesht. Për me kuptu gjua e popullit, e vërtet. I bie që secilit subjekt të certifikuar t'ja ofron një minutazh pa pagesë që është prej 40 minuta, kjo është për televizionin publik, 20 minuta për televizionet që janë me shtrirje në gjithë Kosovën dhe në 15 minuta për televizionet lokale. Kjo pra në kupton që edhe për radiot pra ka një kufi të pak më ndryshe, po kjo në kupton që ofertën do t'ja bën të gjitha subjekteve të certifikuara për ta kryer obligimin ligjor. Por e mira e ligjit është që këtë hapësirë pa pagesë i mbetet televizionit ta negociojë, ta dialogojë me subjektin politik se si ka me jashit. Pra nuk thuhet detyrimisht do të më ia dhon filan kohën edhe vetëm në spot publicitar. Jo, mund është ti përmes një pjesëmarrjes në debat me ia dhon me konsumu çat obligim që ja ki partisë të certifikuar. Apo më qëtu pak të ardita, për shkak që Ampeku, organizata institucionin që përfaqëson, e ka në domenin është zoni i atyne që duhet me zbatu këtë rregullore. Dhe tashtu i pa rrethana, to situata, a menon që është jo problematike me zbatu, po për shkak të vonesës dhe që se kuptojnë është, ose s'kanë me mujt me, sepse tash besoj që është edhe një fazë që mi pas informatat e sakta, të gjitha ata, çka duhet me bo brenda kësaj rregullore, a duhet me pas një proces me informu zyrtarisht, po flas për radio lokale, televizione lokale, nuk jam të fol veç në nivel nacional, sepse këto në nivel nacional janë këtu, janë Prishtinë, janë më afër, e din, kanë qenë pjesë e procesit, po jo të gjitha palët, po besoj edhe dikujt mundet me ik si moment kjo, edhe pastaj ballafaqohet me një ku ta diun edhe me një gjop të mundshme. Po, absolutisht. Do me thonë, e vërtet, mediat të cilat funksionojnë në Kosovë, këto tri media tradicionale, RTK, TV21 dhe Kuha, do me thonë qysh prej viti 2000 mbulojnë zgjedhje. Kjo ndryshimet me kohë të hapësirës pa pagesë për mjë dhonë partive politike është në fuqi prej viti 2008. Kështu që ato janë familiarizue, ju ka bo një lloj rutine gjatë mbulimit të fushatave zgjedhore se si duhet të akomodohen partitë politike në mënyrë të barabartë, edhe kjo ka qenë edhe përpara. Do me thonë, minutazha si t'ju jipet në mënyrë të barabartë. Problemi është pak te mediat lokale. Edhe ndryshimet rregullore tash sa do të vogla që duken prej ligjit, por janë substanciale, se kjo sasia e kufizuar e shitjes është substanciale. Edhe po besoj që KPM-ja kur fillon fushata, edhe kur fillojnë me monitorimin e mediave, duhet në radhë parë me pas pak parasysh që edhe vetë janë vonu shumë,
nuk kanë bo mjaftueshëm si themi vetëdijsim të medjave në rregulloren, edhe ndryshimet, e kom fjalën për mediat lokale, edhe ndryshimet cilat duhet të ndodhin në rregullore, kështu që edhe nëse vjen puna te themi hipotetikisht te dënimet ose gjoba cilat duhet ju vendosen medjave për mos implementim të rregullores, atëherë duhen të kem parasysh të gjitha këto rrethana të cilat janë shkaktuar, edhe pasojat, po pra, që janë shkaktuar shkaku rregullores. Na sot e saj dite po flasim, mediat ende nuk e kanë po formatin e editorëve. Editorët nuk janë bashkangjit me rregulloren kur janë vu në diskutim publik. Sa do të thjeshta të jenë? Jo, absolutisht, se tash unë nuk po flas si përfaqësues i medias, sepse mediat online në këtë fazë nuk janë pjesë, po flas si dikush si profesionist i fushës. Pak po mduket e koklavitur derisa ta kupton. Domethënë, besoj që qëllimi pastaj do të jetë informimi, fushata, takimet, zbërthimi, sepse nuk është qash e lehtë, me thonë e kena bërë rregulloren edhe çe rregulloria. E tu e pas parasysh mediat lokale nuk kanë njerëz mjaftueshëm, nuk kanë administratë mjaftueshëm që të kujdesen për gjitha këto obligime, cilat po ju vinë me këtë rregullore. Editorët kanë qenë edhe të kaluamën, e tha edhe jetoni, por janë ndoshta mund të numërohen gishta media të cilat i kanë respektuar dhe i kanë dorëzuar editorët. Çani shembull për me zbërthy te kjo. Për shembull te reklamimi me pagesë dhe pa pagesë. Për shembull, thot sasia minimale minutave të kohës të emërimit për pagesë për transmetuesin televiziv të shërbimit publik është 40 minuta që e përmendë jetoni. Për transmetuesit televiziv privat që transmetojnë në tërë Kosovën 20 pra ndohet. Sa i përket radiove, sasi se gjithashtu jena ato fol për radio që ka shumë në Kosovë, edhe ato do të kenë marrëveshje me subjekte politike të ndryshme e të gjitha këtu, ka edhe informata edhe për ta. Sa i përket radiove, sasia minimale minutave të kohës së emetimit është 30 minuta për dy radiot publike, e kam fjalën që janë me licenca nacionale, 15 minuta për secilin radiostacion që transmetohet në tërë Kosovën, se po e përsërisi aton për faktin që nashta nuk e kanë informatën të gjithë, unë veç të që kjo po e kam shqetësimin, domethënë apo më rrinë rregulloria me shku në vendin dhe në kohën e duhur. Qa janë fazat ta shëtutje? U miratu, në rregull, shumë mirë, ka pas komente të cilat a i keni marrë parasysh komentet edhe adresimet që kanë ardhur nga aktorët tjerë, sa janë zbatu për shembull ato para se me shku te kjo fushata dhe informimi? Shumë komente kemi marrë, kanë qenë me shkrim, kanë qenë komente tamam kështu për të dhënë si regulator edhe formula apo ide konkrete, kështu që kanë qenë shumë të mirëseardhura. Janë marrë parasysh shumica atyre. Tash si regulator kemi marrë parasysh edhe disa praktika tjera, sidomos nga OSBE-ja të cilat i ka një udhëzues për zgjedhjet e kështu me radhë. Por shqetësimin edhe unë e ndaj me juve, që kundër efekti i kësaj mund të jetë dekurajimi i medjave më të vogla lokale që të mos merren fare me fushat. Hajde ti inkurajojmë. S'po dojmë nami dekuraju pisat, veç po dojmë qysh më letu. Elementi parë që jemi të insistu me çmos është që këta ditar që u përmenden të plotësohen në formën online përmes website-it të ri, të cilët do ta lansojmë deri në fund të këtij viti. Dhe aty do të jetë një veks për plotësimin e ditarit. Do t'i ketë sikur një formular të thjesht kur e plotësojnë online me dhënat, do të jetë shumë lehtë e çastme dhe me një buton aty që dërgohet, domethënë kryhet obligimi i medjave. Por ato të cilat dëshirojnë në formë, domethënë tjetër me e plotësu, do ta kenë të bashkangjitur ditarin. Po ky ditar është tepër më i lehtë se sa që ka qenë më parë. Do të jetë shumë më i thjeshtë me u plotësu dhe pra mesazhi im është që mediat të mos dekurajohen nga rregullat që na i kanë nxjerrë ligji për zgjedhje, eventualisht rregulloria për EKPM-s për sjelljen e medjave gjatë zgjedhje, por vetëm ti lexojnë, ti diskutojmë, të kërkojnë sqarimin se është e nevojshme, obligimi joni është deri në një javë para fillimit të fushatës. Dhe kur jemi të vonesa, më lejo Muhamet ta përmendi edhe këtë që disa obligime për mediat fillojnë vetëm një javë para fushatës. Në kuptimin e publikimit të listës së çmimeve, kuptimin e ndarjes së atyre hapësirave, ofertave që ju dërgohen. Po, sepse atëherë është fushata zyrtare. Pikërisht.
sepse po kemi edhe prej BE-s kur morëm komente thanë që me këtë rregullore nuk po rregulloni asgjë para fushatës, periudhën e tanishme. Që është tu ekzistuar, domethënë. Po realisht një ligji përzgjedhet po një fushatë zgjedhore vetëm fushatën zyrtare 30 ditore, pra nuk mund të dalim përtej asaj. Kemi ndejur aty ku na obligon ligji, por në atë periudhë pra hajde t'i specifikojmë. Puna e sondazheve më lejo ta sqaroj. Po, këtu ndoshta se janë dy çështje shumë të rëndësishme që po duam të diskutojmë për publikun, emisionet dhe debatet politike dhe hulumtimet, sondazhe dhe anketat. Nëse mundesh, nëse s'ke ardhin çit pjesë me shtu diçka. Po, jo kisha shtu diçka, nëse më lejon. Po, lutem. Do të thonë, jetoni pe cek që veç një javë para fushatës fillojnë obligimet e mediave. Po, por na sot jemi me 17 dhjetor, fushata fillon me sa me 9 janar. Tu i pas parasysh edhe festat e fund vitit, jemi shumë vonë. Une definitivisht e kisha inkuraju KPM-n që të mobilizohen edhe të shkojnë për 5 regionet e Kosovës, edhe të takohen me mediat lokale, që bëjmë ftesë gjitha mediave lokale dhe ti njoftojnë për këto risitë e rregullorës. Ju edhe e keni përmend gjatë gjimit publik. A do të jetë kjo plan dhe strategji për me shumë e drejtë, po mënoj. Se dhe informon edhe i regulatorit vinë gjithë secili se ju ban pjesëmarrje një farë forme të obligume, edhe po ma merr mendja që me atë formë një farë forme, me atë organizim një farë forme edhe e arsyetoni edhe vonesën që ka ndodhur se po i njoftoni direkt në për të gjitha rajonet e Kosovës mediat se si të funksionojnë gjatë fushatës. A do të ketë të tillë diçka jeton? A është planifikume që të ketë takime, sidomos në rajone, në ku janë mediat lokale, për me mujt me pas këtë informacion, ose ku do që ka nevojë për shpjegim, ndihmë, për me mujt sa më mirë me plotësuar formularen edhe nëse është shumë i thjeshtë. Takimet i kemi planifikuar me planin e veprimit, të cilit e kemi miratuar, me qëllim që, siç e tha dhe Ardita, që ti takojmë dhe t'u sqarojmë këto rregulla. Unë vetëm e kisha ftuar Arditën për shkak të rolit të madh rëndësisë që ka të na bashkangjitur në këta tornej, po e them kushtimisht, që edhe si përfaqësuese e Ampekut, pra ti shpjegoj disa ndryshime në kuptimin se si ka qenë më herët dhe si janë pritjet e tanishme. Krejt këtë po e bëjmë, Muhamet, për një qëllim që të mos vim në fund të zgjedhjeve për të në një pozitë ku duhet shqiptojmë gjoba për çka. E tham që zhvillim edhe ky emision i sotëm është saksisht edhe kjo që po e kërkon një bashkëpunim, një informim për publikun përgjithshëm mbi të gjitha, por sidomos për specifik për mediat rajonale, lokale, në nivel qendror, që me mujt me pas sa më shumë informacion, sepse natyrisht në fund nuk do të donim të shenim dënime, suspendime apo diçka vretje për diçka e cila është e shkruar e zeza në të bardhë, pra thjesht respektim e rregullorës së re, por kjo të mos ndodh për shkak edhe po besoj që Ampeku do ta luajë një rol në këtë aspekt. Me shumë dëshirë. Veç mos ndodhin shqiptimet e gjobave, dënimet në mungesë të informacionit. Absolutisht. Këto po mdu me përqyesi mesazhi i këtij diskutimi, po besoj që KPM-ja, Ampeku dhe institucione tjera edhe donator do të kenë mundësi për me mujt me i zhvillu këto, se është pak kohë e shkurtër dorën zemër. Pajtona me ty, na jemi të folë në fund vitit, kur janë festat e vitit të ri, pushimet, të gjitha ato, pastaj me njëherë hymë në atë fushatën e egër, ta quaj kushtimisht. Në atë fushat ka sot, ka akuza, ka kundër akuza, ka tash jemi në kohën e dezinformimit, kur gjithçka do të pritet të ndodhe, mund të ndodhe, do të ketë propagandë nga partitë politike, sepse në funditës ato janë që e shtyjnë agjendat kundër njëra tjetrës. E mos harrojmë shtu këtu që edhe shumica e televizioneve në Kosovë i kushtojnë shumë rëndësi edhe programit festiv të vitit të ri, kështu që angazhimi atje është shumë i madh. Do me thonë është kohë shumë e zorshme për mu organizu, po diqysh duhet me arrit. Po shpresoj që KPM-ja me këtë planin e parapartë të cilin e përmendi zoti Mehmeti deri me 11 janar, se me 11 nëse zgaboj fillon zyrtarisht fushata e rregullt zgjedhore, do të ketë paktën mundësi që plas po
prapë po flas për mediat lokale edhe radio lokale edhe televizionet ta kenë informatën për obligimet e veta dhe rregulloren e ri. Nëse nuk më rrin mesazh deri te ta, unë nuk mendoj që si institucione përgjithëse në këtë rast dhe si organizata mediale që muj me informu nuk kena arrit me zbërthy, mendoj që do të ketë pastaj problematike. Po du më ndalë të dy çështje që janë shumë të rëndësishme, e përmenda te hulumtimet, sondazhet dhe anketat dhe te emisionet dhe debatet politike. A muj mi ndo edhe pak me shpjegu çka parashe rregulloria e re e KPM sa i përket hulumtimeve, sondazheve dhe anketave gjatë fushatës zgjedhore, që dorën zemër ka pas shumë në media, ka pas edhe online, ka pas edhe përmes grupeve në Viber, WhatsApp, kuta dione, por edhe në publiku. Çka janë risit në këtë aspekt jetonë? E para, gjatë fushatës zgjedhore, përmes rregullores son i kemi ndaluar kemi ndaluar subjekteve të licencuara televizion dhe radio të publikojnë sondazhe të bëra online. Pra, nuk do të ketë gjatë kohës së fushatës zgjedhore, hajde për marrë se në Viberin e njohin krejt shumë në Kosovë, në Viber aty dhe thot hem voto, nuk ka ma. Nuk do të... A mund me qitë, po do të ketë pasoja gjomba. Do të jetë kundërshtime rregullore. Okay. Ata mund t'i plasojnë në websajtet e tyre ose në rrjetet sociale, por gjatë në transmetime në radio dhe televizion nuk mund të publikojnë një sondazh të bërë online. Çfarë lejohet me rregullore është, dhe kjo është liria e mediave, në kuptimin që mund të publikojnë sondazhe, por të cilat janë bërë përmes një metodologjie të saktë shkencore. Dhe kjo ne kupton në momentin që publikohen rezultatet e një hulumtimi të opinionit publik, duhet të tregohet pra numri i respondentëve që kanë marrë pjesë në atë hulumtim, duhet të tregohet metodologjia se si është bërë, duhet të tregohet emri i kompanisë realizuese se kush e ka bërë atë sondazh, duhet të tregohet, dhe kjo është shumë e rëndësishme, financuesi i atij sondazhi, qoftë një parti politike, një organizatë ndërkombëtare, kushdo qoftë që e ka financuar, dhe krejt në fund duhet të tregohet edhe marzha e gabimit e atij sondazhi. Me këto kritere transparente, shkencore, mediat gjatë fushatës zgjedhore janë të lirshme të publikojnë sondazhe, por derisa i plotësojnë këto kritere. Sondazhet, opinioni publik është shumë e rëndësishme dhe ndikon tek votuesit, sidomos kur bëhet gjatë fushatës zgjedhore, dhe për këtë arsye një nën tjetër e kemi aty që në 24 orëshin e fundit nuk lejohet madje publikimi i këtyre sondazheve të cilat janë bërë në mënyrë shkencore. Kjo ne kupton që 24 orë para mbylljes së vendvotimeve nuk do të keni në televizione sondazhe për numrin e votuesve, numrin preferencat e qytetarëve për një parti politike kështu me radhë. A ka qenë edhe kështu? Po ka qenë, nëse që e krahasojmë me ligjin që ka qenë fuqi edhe ligjin që është miratu vitin e kaluar, ky provizion ka qenë edhe përpara, pashka që nuk është respektu prej disa prej mediave, edhe KPM-ja nuk është marrë me atë çështje. Se kjo ndalesë ka qenë edhe përpara, ne kemi pa nëpër studio televizive të ndodhin sondazhe përmes Viberit, si thua, apo rrjeteve tjera sociale, edhe nuk janë shqiptu dënime për këtë çështje. Po, prandaj sepse e dikun po vetë dhe këto ka ndodhur në të kaluamën, po ndodhen edhe tash, e di që nuk është në domenën e parafushatës, po publikohen edhe sot sondazhe të tilla. Taj shqetësimi BE-s me të drejtë, ç'a më bë për kohën e parafushatës. A ka model dikon që që është e rregulluar në një vend Bashkimit Evropian për shembull ose diçka të tillë? Këtu kemi një hendek kuptimin e kufizimeve ligjore. Dhe këtë aspekt pra jemi fokusuar vetëm në atë obligime që na jep ligji që fushat zgjedhore konsideron vetëm fushatën zyrtare në 30 ditë para ditës së zgjedhjeve. Mund të ketë modalitete të tjera, por përderisa nuk ndryshon ligji për zgjedhjet e përgjithshme, edhe ne nuk mund të ndërmarrim ndonjë veprim. Ajo çfarë vlen tani janë rregullore tjera të Komisionit Pavarur për Media, të cilat aty këtu parashohin edhe ndonjë normativ sa i përket reklamimit politik apo formave të ndryshme të reklamave politike në përgjithësi, pra. Te përmendëm, unë po i përmendi si elemente të rëndësishme te hulumtimet, sondazhet dhe anketat e sqartësuar, te emisionet dhe debatet politike.
për faktin që ka shumë në Kosovë emisione dhe debate politike, që janë obligimet me rregulloren e re? Obligimi i parë është që këto debate nuk mund të sponsorizohen nga partitë politike apo ndonjë subjekt tjetër. Gjatë fushatës. Tjetra është që kërkohet një trajtim i barabartë të gjithë subjekteve të certifikuar në kuptimin e ofertës për të marrë pjesë në diskutimet e tilla, kërkohet një minutazh madje e barabartë për pjesëmarrësit në debatet televizive. Kjo gjithmonë duke u nisur nga nocioni i debatit ku ke palë të ndryshme të cilat i ballafaqojnë. Por nëse ndodh ajo çfarë po dëgjojmë këto ditë që partitë politike nuk do të marrin pjesë në për debate me njëra tjetrën, atëherë mbetet mediave që vetëm t'u japin ofertën për të marrë pjesë në debate, në diskutime të tilla. Me rregulloren tonë nuk cenzurojmë kuptimin e pyetjeve apo formatit të diskutimit. Absolutisht, ajo çfarë kemi inkurajuar është që të ketë edhe barazi gjinore në kuptimin e shpërndarjes dhe pjesëmarrjes. Një pikë që është diskutuar këtu ka qenë koha orare ndarë për kandidatët e subjekteve politike, llogaritet koha ndarë për subjektin e certifikuar politik. Domethënë, nëse një deputet paguan, kandidat për deputet paguan dhe shkon atje me një studio televiziv ose një emision ose një intervistë, i llogaritet kjo si partisë. Këtu e di që ishte një pak kjo penalizon kandidatët, sepse partia don me shty për veti sa më shumë si subjekt politik, po kjo pak a shumë duket që pilenonash kandidatët. Dhe partia pastaj nuk do e ngushton atë rrethen. A i pengon kjo kandidatët për me shku me paraqit pastaj program të veten? Kjo është bërë me qëllim që partitë politike të japin hapësirë të barabartë edhe njerëzve të vetë. Ose një qëllimi është kjo, nuk është ose një person brenda listës i cili ka mundësi financiare të shumta të shkon dhe ta blen hapësirën reklamuese në një televizion të caktuar. Kjo gjithë kam ju faturuar partisë politike. Dhe kur jemi te limiti kohor që e përmenda në fillim, partitë politike duhet në mënyrë të mençur dhe në mënyrë me strategji pra të blen hapësirën kohor dhe atë ta shpërndajnë edhe brenda vetës në mënyrë të barabartë, në kuptimin që mos të vinë në pikën kur e kanë shpenzuar gjithë limitin që ju lejohet në një televizion të caktuar. Pra ideja është që të mos ketë monopol edhe brenda partisë, kuptimin e shpenzimit të hapësirës të cilën e kanë në dispozicion nëpër media, sepse çdo minutë në fushatën zgjedhore është shumë me rëndësi, është promovim i një kandidati të saktuar apo i partisë politike. Dhe supozojmë që me këtë kufizim, po e them, ti kemi vedjesuar edhe partitë politike që debatin ta orientojnë drejt shpalosjes së programeve, alternativave, jo si thuash vetëm për dialog e diskutim që nuk ndërlidhet me programin zgjedhor. Para se me shku te kjo pjesa e fundit ku e ardhmja dhe çfarë pritet të ndodh, kisha thosht edhe 2-3 çështje zonja Zajnullah apo ishin si problematike tash kur zbërthejmë kështu në pika, janë të qarta, është në rregull, duhet më respektu, nuk ka çka aty, mirë po ku po shën sfidën kryesore të gjitha, te hulumtimet, te emisionet, te çmimi i reklamimit me pagesë, te dita e zgjedhjeve, sepse edhe për ditën e zgjedhjeve natyrisht edhe me ligjet ekzistuese ka pas specifika ku s'janë pek po ishen që mund të ketë çështje të cilat do të jenë problematike ndoshta. Ndoshta pak problem do të ketë fillimisht rreth kohës së shitjes. Edhe tani orari që qenë ka kufizuar siç e kuptuam prej jetonit prej orës 12 deri në orën 24. Ne kemi ngul kam gjithmonë që le të lejohet edhe domethënë koha e paraditës, se koha e paraditës i ka audienca specifike. E në atë formë kemi menduar që po lihen të diskriminuar apo informata të mjaftueshme rreth partive politike dhe kandidatëve të caktuar. Mendoj që aty fillimisht ndoshta pak do të ketë probleme derisa të dërgohen ofertat e barabarta për të gjitha partitë politike, derisa të bëhen negociata, derisa të nënshkruhen kontratat, duhet punë dhe po mendoj goxha angazhim aty, ndoshta nuk
ka me qenë problem për mediat e mdhaja, për faktin se ata kanë edhe kapacitete, kanë edhe njerëz, kanë edhe eksperiencë në këto përvoja. Gjithmonë është problem, ka me qenë problem për mediat lokale, në mungesë të edhe informacionit, edhe në mungesë të stafit të mjaftueshëm për mi realizu gjitha këto. Për sa i përket debateve nuk është si problem, edhe këtë qasjen e barabartë, të panshme, drejt, këto janë realizu gjithmonë. Domethënë edhe minutazha, këto çështje janë organizu dhe tash është kriju një farë tradite. Madje edhe ajo që quhet si kronika e lajmeve zgjedhore zakonisht ka funksionuar. Te kronika është një problem që e kemi potencu edhe te komentet. Te kronika zgjedhore, normalisht që partitë më të mëdha politike edhe kanë më shumë aktivitete, edhe ato mbulohen prej televizioneve e mediave. Një iniciativë ose një kandidat i vetëm ka me pas gjithmonë ma pak aktivitete gjatë fushatës zgjedhore dhe ti nuk mundesh në mënyrë të barabartë në kronikë zgjedhore mi prezantu ato aktivitete. Kështu që i ka disa absurditete të cilat janë zor të implementueshme. Por në anën tjetër besoj se mediat kanë mjaftueshëm përvojë, edhe është demonstruar edhe në për të gjitha raportet edhe ndërkombëtare që mediat në Kosovë megjithatë e bëjnë një lloj mbulimi të fushatës shumë profesionale dhe korrekte. Dhe duhet me thonë, duhet me potencu me të drejtë. Sondazhet. Mediat të cilat nuk e kanë respektu çështjen e sondazheve, e kanë bërë me vullnetin e vet me dijet plot, po ma merr mendja se provizionet e udhëzimi edhe përpara ka prej udhëzuesi, prej KPM-s 3 javë përpara ose 1 muaj, edhe u shpërndat te mediat edhe kanë ditë cilat janë obligimet e tyre. Ato që kanë ndodh me qëllim. Dhe të dita zgjedhjeve, para se me shku te pjesa fundit, edhe të dita zgjedhjeve në bazë të asaj që unë e poshtë e rregulloria, kurrë është respektimi i raportimit profesional ditor dhe mos thirrjet e aspektit politik kryesisht, që aty është fokusi. Do të ketë obligime tjera? Dita zgjedhjes që ne kuptojnë një lloj heshtje zgjedhore. Fillimisht ligje dhe rregullora kërkon që asnjë material që i përket fushatës zgjedhore të mos publikohet atë ditë. Dhe u mbetet mediave vet ta kuptojnë se çka është material zgjedhor kur ta zëm përcjellin konferenca për shtyp të partive politike. Pra u bëj apel si thua mediave që të kenë shumë kujdes nga ajo se çfarë transmetojnë, sepse mediat janë përgjegjës për ato se çfarë transmetojnë dhe jo ato çfarë thot një lider politik apo një zyrtar i partisë. Dhe kësaj pra të jetë pra në vetdijen e tyre që të jenë shumë të kujdesshëm që të mos transmetojnë material që i përket fushatës zgjedhore. E dyta, kemi parë se në zgjedhjet e fundit apo në zgjedhje në përgjithësi ka një tentativë të mediave që deklaratat e disa pjesëmarrësve të përsëriten disa herë gjatë ditës, domethënë se tha kështu, deklaroj kështu, dhe me një farë mënyrë ky është një favorizim ndaj kandidatëve të tjerë. Dhe kësaj kemi vërë një kufizim aty që deklaratat nuk do të transmetohen të kandidatëve të cilët janë pjesë e listës zgjedhore apo listës për asamble në zgjedhjet komunale me disa përjashtime. E këto përjashtime janë që liderët e partive politike, të cilat jo detyrimisht janë kandidat për kryetar komune ose për kryeministër, të mundsohet pra deklarata atyre të transmetohet, kandidatët për kryeministër apo për kryetar komune ta kenë mundësinë që të deklarohen dhe deklaratat e tyre të publikohen, ndërkaq deklaratat e të tjerëve mund të publikohen vetëm pas mbylljes së vendvotimeve. E kjo, dhe për fund është respektimi, monitorimi dhe gjobat janë para pa këto specifikisht sepse monitorimi është e përmendja Ardita me kapacitetet ekzistuese të KPM-s, limitet e mundshme, don veprem, edhe zbatimi i rregullorës, edhe monitorimi. A mund të parashihen sfida në proces të pjesa fundit Ardita? Absolutisht. Dhe ku i shenë që ato, ku si pas perspektivës tonë dhe të ampikot? Për KPM-n ka me qenë periudhë shumë e ngarkuar pune. Kanë kapacitetet të limituara për sa i përket monitorimit besoj unë.
Por megjithatë ka njerëz cilët këtë punë e kanë bërë që një kohë shumë të gjatë. Besoj që ky orar i cilin e ka kufizuar KPM-ja e ka bërë pikërisht për m'ju lehtësu punën vetes dhe monitoruesve për me ditë mu fokusu te mediat kur me monitoru. Për arsye se ta kishin lënë diskrecionin e mediave, si cila media kisha organizuar këtë sasinë e kohës për shitje në mënyrë tjetër dhe këta me këtë kufizim këta kanë lehtësuar punën vetes. Në rregull, por ajo që e shohën si sfidën më të madhe është se KPM-ja në kohën e zgjedhjeve edhe të fushatës zgjedhore do të mbetet pa quorum. Edhe si që kuptuam, nuk do të ketë seanca të kuvendit. Pa quorum në çfarë aspekti? Vendimarrje. Jetonit edhe një kolegut jetonit ju s'ka dhënë mandatin në janar. Kështu që në gjatë shkurtit dhe realisht tash duhet me thonë mandej ky kuvend dhe kjo qeverin ky kuvendi për shkak që zgjedh për shkak të legitimitetit pastaj që mund të diskutohet në publik a mund ta zgjedh një bord tjetër ose antar 3. A do të ketë seanca për me zgjedh 2 antar tjerë të KPM-s. Nuk e di, a do të ketë seanca deri para fushatës zgjedhore ose gjatë fushatës. Nuk se di kur i pushon punimet kuvendi. Unë s'kam ndonjë informat. Po realisht kuvendi është deri në ditën e zyrtaresh, deri në ditën e kur të fillon fushata s'ka që më ekzistu kuvendi në aspektin vendimet, pastaj do të jenë problematike çdo vendim që e merr, po ndoshta jeton s'është konflikti i interesit më na tregu më saktë ku është te këtë probleme, domethënë mandati po e përmend absolutisht, s'do të ketë forum, s'do të ketë vendimarrje. Po, a do të jenë këto probleme të brendshme të KPM-s për funksionim? Problemin e tregoj Ardita, por zgjidhja nuk mund ta jap unë sepse nuk është. Nuk po flas tash si KPM, po flas si jeton si e keni po besoj që u diskutua edhe kjo çështje, jo me dislosje në janar ose shkort, kur është vlugu i punëve, mos me pas quorum, se pastaj të gjithë kjo rregullore bjen poshtë, nëse nuk mund me folna për respektim të rregullorës kur KPM-ja nuk funksionon. Çfarë mesazhi kjo përçon te mediat dhe të tjerat, zbatimi i rregullorës për cilën KPM-ja vetë s'po funksionon. Nëse marrim pak e kthyrëm tash në aspektin profesional, për ne është problematike. Unë s'po të pës tash se KPM-s e di që s'mund është në më përgjigjen, po a janë diskutu skenari B, C, ose a janë të diskutu ata në kuvend, atje që duhet me diskutu? Këtë shësim kemi ngritur edhe me takimin që e patëm me ambasadorin e Bashkimit Evropian, dhe Beja me të vërtet është shqetësuar në këtë aspekt, dhe kjo ka dhe një bazë që në misioni i Bashkimit Evropian e zgjedhjet e fundit, një prej rekomandimeve kryesore drejtuar kuvendit ka qenë që të emëroj antarët e KPM-s me kohë, ashtu siç kërkohet, pra, në mënyrë që kjo shtatshë e antarëve të komisionit kur të mos bie në 4 sa është kuorumi i nevojshëm. Tani jemi vetëm 5 antar, 2 prej të cilëve u ska dhënë mandati në janar dhe me 3 antar mbesin 3. Por çfarë kemi bërë ne që na obligon ligji është në pozitat vakante të cilat janë për 2 antarët e tanishëm që mungojnë, e kemi shpall konkursin, e kemi reklamuar sa kemi mujt dhe për fat të mirë, Muhamet duhet ta potencoj, kemi marrë 15 aplikacione, shumë të mira, dhe deri këtu mund të bëjmë. Ato aplikacione ua kemi dorëzuar administratës së kuvendit dhe tani Ardi që nga punë e jona e medjave dhe shoqërisë civile pak me zhbiru këtë proces me po ku është realisht, sepse nëse kanë shku deri në kuvend edhe me kështu ligjërisht, pastaj si mund të funksionoj me të drejtë e ngritjen e çështje, si mund të funksionoj nga janari bordi me 3 antarë. Nëse 2 të tjerëve ju kalon mandate. Jo, është jo funksional, absolutisht edhe me rregulloret KPM-s, edhe nëse s'kan quorum, ta s'kan drejt as të mblidhen. Kështu që zyra mundet me monitoru, mundet me nxjerrë rekomandime, por s'ka trup i cili do të marrë vendime bazuar në ato rekomandime. Përveç nëse kuvendi përshpejton procesin edhe a beson ti që kuvendi mundet me përshpejtu si proces duke pas parasysh që po besoj ish ndash me pas këto edhe grupet parlamentare, nuk e kam fjalën vetëm majoranca, por edhe grupe tjera parlamentare se jemi duke fol për një institucion të rëndësishëm të funksionimit dhe
fatura do të shkonte mazhorancës, absolutisht, por këto nuk mundën me majt anash edhe partitë politike opozitore që janë sot, sepse kanë përgjegjësi politike, ata deputet për çat punë kemi zgjedh atë. Plotësisht pajtohem, domethënë procedura është që tani emrat kanë shkuar në kuvend, kuvendi e krijon një komision ad hoc, domethënë duhet një seancë, nevojitet një seancë për mu kriju komisioni ad hoc për përzgjedhjen e anëtarëve të KPM-s, nevojitet seanca tjetër për miratimin e apo zgjedhjen e anëtarëve të KPM-s. Minimum 2 seanca nevojiten. Unë me sa kuptova prej kështu burimeve të ndryshme që kuvendi do të ketë vetëm një seancë të jashtëzakonshme deri në mbyllje të punimeve. Ne mundemi mobilizu edhe si po mendoj organizata të medjave dhe si shoqëri civile dhe me diskutu edhe me adresu me shty ose me kryetarin e kuvendit nuk e di a din ata çka e din se kusht jo e di që e din po s'po di a e din sa duhet çka ndodh pastaj apo po dojnë me qenë vakum sepse pastaj çaj vakum institucional ka pasoja dhe pasojat pastaj mund të jenë të gjithë edhe të kjo rregullore dhe të gjitha këto për ndryshe nëse met atëherë mbetet në dorën e tyre faji po dihet sepse është përgjegjësia publike institucionale dhe natyrisht mazhoranca e ka për obligim për shkak të numrit por potencoj edhe parti tjera. Se komisioni ad hoc në radhë parë përbëhet edhe prej anëtarëve të partive opozitore politike. Kështu që po shpresoj që të mos ndodhë kjo e fundit sepse po i bie që pastaj krejt kjo që diskutuam deri tash mund të nuk po du me nga ky emision nga ky podcast me dal vetëm aspekti negativ. Po shpresoj që do të ketë një zgjem atje të zërit normal deputetëve edhe për me ngrit këtë çështje edhe për me avancu sepse në bazë të kësaj qenë ka jashtëzakonisht shumë problematike. Po unë dash me ndërprej mendoj që Komisioni për Media në kuadrës kuvendit që ka për obligim absolutisht është detyra tyre si me ngrit. Ata është dashur me ngrit edhe ishin dashur me qenë vigjilent edhe veç me Unë e di që jetoni din më shumë, po s'po mundet për shkak të pozitës dhe karrierës që është mi thonë të gjitha ato, na po mundohemi mi thonën e ti, që çdo që tjetë, unë ju falenderoj shumë për praninë episodin e parë të serisë së dytë të Përballje podcast ku do të flasim për tema jashtëzakonisht të rëndësishme që kanë të bëjnë me media, të rregullimin, funksionimin, edhe në kohën e zgjedhjeve, edhe që kanë të bëjnë me aspektin e raportimit profesional në kohën kur jemi në jo vetëm në Kosovë, po në problemet ndërkombëtare, sa i përket dezinformatave, inteligjencës artificiale, mënyrës së përdorimit sa më të mirë të mundshëm të AI, por duke respektuar kodin etik profesional. Faleminderit shumë zotëria Jeton Mehmeti, faleminderit shumë Ardita Zajnullaj, po shpresoj që të gjitha këto kanë interes për publikon dhe ata që duhet me respektu rregulloren e re të KPM-s sa i përket obligime dhe përgjegjësive për media. Faleminderit shumë. Faleminderit, ishte kënaqësi për mua posaçërisht me qenë te Telegrafi për faktin se jeni ndër mediat më korrekte, më profesionale, më të përkushtuara dhe ishte shumë kënaqësi. Vjen mirë me dëgju këtë edhe së bashku sa më shumë media profesionale dhe të mira edhe është detyrë dhe përgjegjësia jona gjithashtu edhe për publikun. Faleminderit shumë. Ishte kjo tërë sa i përket Përballje podcast serisë së parë të sezonit të dytë ku folëm për rregulloren e re të zgjedhjeve, obligimet dhe përgjegjësitë që duhet të kenë mediat nga Komisioni Pavarur i Mediave në Kosovë. Shihemi në tema tjera të radhës.